sa herë që ka inflacion, pra rritje drastike të çmimeve, sa herë që ka gryerje të kursimeve dhe të ardhrave, se mos për shtetasit e huaj, gjithmonë ata janë në kërkim të tregjeve më të lira. Dhe prandaj Shqipëria përfiton, sado pak përfiton një pjesë të interesit, nga një pjesë të kërkesës të huajve nga vendet shumë më të shtrenjta, por nga tregjet më të shtrenjta në tregje më të lira siç është Shqipëria, dhe prandaj në tregun e qerave ne kemi vazhduar, kemi përjetuar këtë shtrejtim të jetesës, pra rritje të çmimeve. Kaq i ndjeshëm është ky kryeqyteti jon me gjithë këtyre faktorëve që ti përmend? Po duhet të kuptojmë që Shqipëria është një vend i vogël, një treg i vogël, kështu që në një moment kur ti përballesh me një kërkesë të shtuar, me një kërkesë të lartë, patjetër që ti e përjeton këtë lloj presioni për të rritur çmimet. Në të njëjtën kohë, unë mendoj që në 5 vitet e fundit i ka munguar politika fiskale, të cilat mund të rregullonin dhe mund të kishin ndikim pozitiv në tregun e qerave dhe në tregun e shitblerjes. Në të njëjtën kohë ne duhet shikojmë të gjithë Europën. Pra unë përshikoj pak statistikat, mesatarisht në gjithë Europën në 5 vitet e fundit, po themi qerat, nivelet e qerave janë rritur 30 deri në 50%. Tregje si Malizi, si Serbia janë ngjashme me Shqipërinë. Pra po themi në paktën në statistika që unë mbajmë të vitit 2020-2021, mesatarisht Tirana ka qenë 4-5 euro për metër katror, ndërkohë që aktualisht do të jemi 8-9 euro për metër katror, pra po marr mesatare, pavarësisht flas euro për metër katror për qera.